Është e vërtetë që asnjëherë në historinë e Republikës nuk ka ndodhur në lidhje të kryesisë pa votimin e qeverisë, po meqense ditën e diel nuk u votua qeveria, atëherë unë mos parasysh disa çështje urgjente që i pret vendin, unë kam dashur me i thirr ato të kryesisë për me diskutuar këto çështje. E para ka qenë çështja e buxhetit të RTK-s. Unë kam taku edhe sindikatën edhe bordin dhe sa për një orin tuaj drejtori s'ka dhënë afati të premten edhe RTK-ja është pa buxhet. Unë pas diskutimeve që kam pas me ta si kryetar kuvendi i kam dhënë mbështetjen edhe formën e vet me ecë përpara e kam bëu na si kryesi i themelojmë grupet parlamentare, gjithashtu i bëjmë ndorjen e komisioneve parlamentare, i votojmë në një seancë ku pastaj kam kërku që votohen këto raporti i RTK-s në Komisionin për Buxhet dhe Financa edhe të ekzekutohet pro buxheti për RTK-n që duhet të ndodhë mbrana ditës. Unë kam paramenduar që do të gjejmë kuptimin sot të anëtar të kryesisë. Rrjedhimisht kam dashur të bëj kërkesë për me ftu seancë të jashtëzakonshme nesër në mëngjes, për me përfunduar themelimin e komisionit, pastaj komisioni ka mujt më pas seancës me i votu raportin e RTK-s, dhe RTK-ja me pos buxhetin, ku dhe drejtori ka pos edhe mandat për ekzekutimin e pagave dhe gjithçka tjetër që shkon te shpenzimet e financave. Çështja e dytë ka qenë gjithashtu votimi i buxhetit, diskutimi për buxhetet e 3 komunave, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin-Potok. Këto janë 3 buxhete që kanë mbetë. Unë pas diskutimit që ku pos me ministrin Muratin dhe me qeverinë, ata më kanë treguar që është e domosdoshme me i shtyp përpara këtu për shkak se kanë me pos problem pagesën e faturave, e pastaj këtu faturat do të mbledhen nga përmbarues që është dëmtimi i buxhetit shtesë këtyre komunave. Dhe çështja e tretë ka qenë gjithashtu edhe buxheti vjetor i Republikës Kosovës. Edhe për këtë e kam shkruar në diskutim me anëtarët e kryesisë, mirë po, fatkeqësisht asnjë nga këto pika nuk kam gjetur me kuptimin. Për këtë, na e dim që jemi në situata të jashtëzakonshme. Nuk është e zakonshme me mbledh kryesia, por unë mendoj që ose s'po kam pritë se sikur kish pas një vullnet politik, ka qenë bindja ime e thellë se s'ka pas asnjë skele ligjore kushtetuese për me themelu komisionet, për me mujt me procedu me buxhetin e RTK-s, 3 buxhetet e komunave dhe buxhetin vjetor.